Çka ofron lidhja demokratike e Kosovës për familjen dhe nënat? LDK e ka në prioritet nënën dhe familjen. Prandaj ne do ta themelojmë Ministrinë për Familjen. Ky është një institucion që do të hartoj politika kundërthurën arsimi, shëndetësia, strehimi dhe punësimi. LDK e ka prioritet gruan dhe familjen e qeverisin e saj. Prandaj ne do ta themelojmë Ministrinë për Familjen, një institucion i cili do të hartoj politika kundërthurën arsimi, shëndetësia, strehimi e punësimi. Gjitha këto janë në funksion të rritjes së mirëqenies së familjes. Po ashtu, LDK do të ofrojë banim të përballueshëm për çiftet e reja. E ndërsa për lindjet, për beben e parë, LDK ofron pakon prej 200 eurove për t'i mbuluar shpenzimet. A do të hiqen shtesat për fëmijë? Jo, shtesat nuk do të hiqen. Përkundrazi, ato do të rriten për t'i mbuluar nevojat e familjeve. Qeveria jonë do ndoj 5.000 euro për fëmijën e tretë, për të balluar shpenzimet dhe për të ndihmuar rritjen demografike. Gjithashtu, arsimi gjithditor do të jetë një lehtësim i madh për gratë dhe për nenat, sepse ato do të kenë më shumë kohë për t'ia kushtuar vetit, më shumë mundësi për punësim, e besa edhe mundësi për t'u kthyer në arsim dhe për t'i zhvilluar aftësitë e veta profesionale. E prandaj, unë juftoj që me 28 dhjetor të zgjidhni të ardhmen, të zgjidhni shpresën, të votoni 1, 2, 3.